kujdesi mjekësor në qendrën e pritjes. Si azil kërkues në Belgjik ju keni të drejtë për kujdes mjekësor. Dhe këtë do të gjeni në shërbimin mjekësor të qendrës së pritjes. Jeni i sëmur apo keni pësuar një aksident? Ne do t'ju ndihmojmë. Ndiheni keq dhe doni të flisni? Ne ju dëgjojmë dhe ofrojmë ndihmë psikologjike. A keni pyetje në lidhje me spitalin, mjekun apo kujdesin shëndetësor në Belgjik? Do t'ju ndihmojmë me kënaqësi. Keni nevojë për ilaçe apo vaksina? E jani të na vizitoni. A keni nevojë të vizitoni spitalin ose një mjek të specializuar për një ekzaminim? Atëherë do të caktojmë një takim për ju. Shërbimi mjekësor është i gatshëm për të gjitha pyetjet që keni për shëndetin tuaj dhe shëndetin e fëmijëve tuaj. Dëshironi të vini në shërbimin mjekësor? Atëherë duhet të lini një takim. Ne jemi hapur vetëm gjatë orarit të punës. Keni nevojë për një përkthyes? Atëherë na informoni kur të lini takimin. Nuk mund të vini në takimin tuaj? Na njoftoni sa më shpejt. Në këtë mënyrë ne mund të ndihmojmë një banor tjetër. Kështu funksionon një vizitë në shërbimin mjekësor. Infermierja do të bëjë disa pyetje dhe do të kryejë një ekzaminim për të kuptuar se si jeni. Pas kësaj, infermierja do të vendosë se si mund t'ju ndihmojmë. Në disa ditë ka edhe një mjek të përgjithshëm në qendrën e pritjes. Ai ka shumë njohuri për lloje të ndryshme sëmundjesh. Mjeku i përgjithshëm do t'ju bëjë pyetje, do t'ju ekzaminojë dhe do t'ju japë recetë për medikamente nëse është e nevojshme. Do të shkoni në farmaci? Merrni me vete recetën që ju ka dhënë mjeku. Pa recetë ju nuk do ta merrni ilaçin. Gjithçka që i tregoni mjekut ose infermieres mbetet konfidenciale. Askush nuk e merr informacionin tuaj mjekësor pa miratimin tuaj. Ju nuk duhet të paguani për vizitën në shërbimin mjekësor në qendër. Nuk duhet të paguani as për ilaçet që merrni nga shërbimi mjekësor. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë kujdesin mjekësor në Belgjik. Nëse keni ndonjë pyetje, kërkoni ndihmë nga një antar i stafit në qendër.